do të nisim me njëherë duke u fokusuar të ngjarjet më të rëndësishme të ditës, natyrisht përmbytjet masive, thuajse në të gjithë vendin, janë ato që kanë tërhequr vëmendjen për fat të keq. Është shënuar dhe viktima e parë. Megjithatë, pasitja e sotme spikat dhe është e ndryshme nga tjerat, sepse në Durrës ka patur një protestë qytetare e njerëzve që janë prekur nga këto përmbytje, të cilët nuk i referojnë vetëm fatkeqësisë natyrore, por i referojnë edhe shpërdorimit të mundësisë për të menaxhuar në mënyrë të duhur kjo situatë nga organet kompetente, konkretisht nga Bashkia e Durrësit. Janë këto pamje të një pjesë të protestës, kryesisht janë banorë të zonës së Ish-Kënnetës, të cilët kanë protestuar përpara Bashkisë së qytetit bregdetar, pasi janë më të prekurit nga përmbytjet, të cilat vazhdojnë, sipas parashikimeve meteorologjike do të vazhdojnë. Një proteste e organizuar mbas ditën e sotme, do të na bashkohet Lori Damani tani në këto momente për të kuptuar më shumë rreth kësaj proteste dhe për të kuptuar natyrisht edhe për situatën e përmbytjeve atje. Megjithatë, e nis me protestën, Lorida, të përshëndes. Ishte një proteste organizuar nga dikush apo ishte thjesht një bashkim i njerëzve që janë prekur nga përmbytjet, të cilët kanë protestuar përpara Bashkisë së Durrësit? Mirëmbrëma Mirela, le të themi që dita e sotme ka qenë një ditë e zhurmshme në qytetin e Durrësit që prej mëngjesit dhe deri në mbrëmje. Në fakt, pak minuta më parë, përpara Bashkisë së Durrësit, ka përfunduar protesta e organizuar nga vetë qytetarët ditën e sotme, prej orës 4 të pasdites deri në orën 7 ka vijuar protesta nga banorët e zonës së Ish-Kënnetës, të cilët kanë qenë më të prekurit nga përmbytjet të ndodhura në qytetin e Durrësit, të cilët kanë bërë thirrje se do të vijojnë ende protestat e tyre edhe ditën e nesërme, por të paktën i kanë bërë thirrje Partisë Demokratike të mos i japin ngjyrime politike protestës së tyre, të cilët e kanë quajtur si le të jetë kjo protesta e tyre dhe jo e partive politike, të mos bëhen pjesë pra me ngjyrimet e tyre politike apo të japin konotacione politike kësaj proteste, të cilët kanë qenë vetë qytetarët e Durrësit, të cilët e kanë ndërmarrë dhe të paktën kështu kanë bërë me dije që do të vijojnë edhe për ditë të tëra, të paktën edhe për ditën e nesërme është njoftuar që do të ketë një protestë edhe në orën 9 të mëngjesit të ditës së nesërme, po ashtu edhe në orën 4 të pasdites, me të njëjtin ritëm si ditën e sotme, pra me marshim nga rreti i Burgut, ku ka qenë dhe piku më i madh i përmbytjeve në qytetin e Durrësit, në drejtim të Bashkisë së Durrësit. Në fakt, protesta e sotme le të themi që pati përplasje të vogla sa i takon pozicionit të fundit, të destinacionit të fundit të saj, e cila ishte Bashkia e Durrësit, ku tentuan të shumë të ishin protestuesit që tentuan të thyenin derën e bashkisë për të hyrë brenda, por le të themi që pati një shkëmbim mes tyre dhe policisë Durrësit. E qartë, në fakt, dua të ndalem pak tek parullat e hedhura. Janë thjesht parulla që kërkojnë dëmshpërblim, apo mendojnë që çfarë po ndodh është vetëm pasojë e fatkeqësisë natyrore, apo jo menaxhimit të duhur nga ana e strukturës lokale? Për çfarë kanë këtë mlef, këtë inat qytetarët, të cilët kanë protestuar sot? Atëherë mlefi i tyre ka qenë shumë lloj, të paktën e kanë cilësuar si një thirrje kundër korrupsionit të zhvilluar nga krerët e Bashkisë së Durrësit. Pankartat e tyre kanë qenë me shkrimet kundër korrupsionit, të paktën të jenë më të angazhuar në punët në terren, kanë kërkuar që mos të vijojnë më le të themi korrupsione sa i takon digave në qytetin e Durrësit apo edhe sa i takon kanalizimeve të qytetit të Durrësit. Këto kanë qenë disa nga pankartat e qytetarëve të protestës së sotme. E qartë, si paraqitet tani situata e përmbytjeve, tani që flasin por edhe gjatë gjithë ditës, Lorida?
Atëherë mëngjesi e kësaj të enjte ka gjetur qytetin e Durrësit me një ndolli e cila kishte vite që nuk ndodhte më në qytetin e Durrësit, të paktën prej 15 vitesh nuk ishte parë që lumi erzen të dilte dhe të krijonte përmbytje të kësaj përmasave, siç ishte mëngjesi i sotëm. Lumi erzen ka dalë pothuajse në gjithë territorin e tij duke përmbytur mijëra banesa. Le të themi që deri më tani bilanci i fundit është ai prej 1100 banesave të përmbytura, janë rreth 400 persona të evakuuar, ndërsa po punohet ende nga strukturat përkatëse për të bindur banorët që të lënë banesat e tyre të cilat janë të përmbytura për të zhvendosur qoftë në dy shtëpitë e pushimit apo edhe sikundër janë vetë ofruar strukturat hoteliere për të strehuar për aq kohë sa banesat e tyre të bëhen ende të banueshme, le të themi banorët në të cilat banesat e tyre janë përmbytur. Gjendja vjen të jetë ende alarmante në veri të Durrësit, pra në njësitë administrative sikundër është Suksi, Vadardha, Perlati apo qoftë edhe le të themi fshati Erzen, të cilët kanë patur përmbytjet më të mëdha sa i takon ditës së sotme. Ndërsa në brendësi të qytetit, në rrugët kryesore, uji tashmë është tërhequr, situata po vjen drejt normalizimit. Ka ende punë për të bërë në zonën e Ish-Kënetës, e cila ka qenë ajo në fakt zona më problematike sa i takon përmbytjeve të 3 ditëve të fundit, dhe fatkeqësisht nuk duhet lënë pa përmendur që përmbytjet e këtyre 3 ditëve të fundit sollën fatkeqësisht edhe një viktim, 54 vjeçari i cili humbi jetën në krye të detyrës së tij, i cili ishte punonjës i ndërmarrjes komunale në plazh. Ai është gjetur pa shenja jete në përbrit të një kanalit ku dyshohet të ketë shkuar për të parë se cila ka qenë situata e momenteve të fundit prej ditës së djeshme. Është gjetur pa shenja jete ditën e sotme nga forcat e Renea dhe për këtë në fakt le të themi që ka nisur edhe prokuroria e Durrësit, ka nisur edhe hetimet ndaj Bashkisë së Durrësit, jo vetëm për këtë, por edhe për 3 akuzat të tjera, sikundër është shpërdorimi i detyrës, shkatrimi i pronës nga pakujdesia apo edhe shkatrimi i pronës me përmbytje. Mirela. Qartë, Lorida, unë të falenderoj, isha me Lorida Manin në këtë lidhje të drejtë për drejtë, do të mbetemi